2 javë më parë, ministrat e brendshëm të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut firmosën në qytetin e Peshkopis marrëveshjen dypalëshe që qytetarët e të dyja vendeve të kishin vetëm një ndalesë në hyrje-dalje. Sipas deklaratës së ditës kur u firmos marrëveshja, ajo do të hynte në fuqi në muajin korrik. 2 javë më parë, ministrat e brendshëm të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nënshkruan një marrëveshje në qytetin e Peshkopis për kalimin me një ndalesë në doganat e këtyre dyja vendeve. Por edhe pse kanë kaluar 2 javë, kohë ende nuk ka hyrë në zbatim kjo marrëveshje. Drejtuesit e mjeteve dhe qytetarët vazhdojnë të ndalohen në të dyja pikat doganore, si në hyrje ashtu edhe në dalje. Por edhe pse kanë kaluar 2 javë në doganën e Blllatës në Dibër, shtetasit shqiptar dhe ato të Maqedonisë së Veriut bëjnë 2 ndalesa teksa udhëtojnë në vendet respektive, në vend që të ishte një ndalesë sipas marrëveshjes. Qytetarët janë skeptik që kjo marrëveshje do të zbatohet për sa kohë që ende nuk ka nisur implementimi. Qytetarët e të dyja vendeve duhet të harxojnë shumë kohë gjatë hyrje-daljeve, e sidomos kur ka fluks të lartë lëvizje. Pikërisht për atë dhe u ankova në pikën kufitarit të Maqedonisë. Thash ku e keni one stopin në mënyrë neutrale, pyeta ku e keni one stopin dhe pse duhet aq para kohe ta proklamoni kur data për ta bërë one stop si duket që ka shti, që ka caktu për një kohë periudhë më vonshme. Për mua personalisht, jo se krijon veç vonesa, po diksha hik gjithë kufi në Ballkan. Kur mundën popujt evropian të kalojnë përmes zonave veta kufitare pa kufi, pse duhet ne të kemi kufi? Për çfarë arsye? E pa kuptim tash për mua e gjithë kjo. Po me çfarë normative mund ta bëjnë politika do ta ditë më mirë, ta gjene një mënyrë të vetën më të mirë. 2 ndalesa. A është vonesë për ju kjo? Normalisht, kur të bëhet për gjithë, nuk bëhet edhe për një. 2 ndalesa, 2 kishte. Duhet jetë pak më likshëm. 2 ndalesa. Këto zoti rren. Qeveria rren, jënën e atinë, po e jënë njerësa. Me të atinë s'kemi punë. Duhet zbatohet, po se zbatojnë. Shumë posta, ka radh, ka med, vap, çfarë bën? Marrëveshja One Stop mes 2 vendeve duhet të ishte implementuar edhe në doganën e Qafthanës e më pas në atë të Bllatës në Dibër.